Policia ka apeluar që të mbahet distanca e sigurisë mes mjeteve, të përshtatët shpejtësia me kushtet e rrugës e të ngadalësohet gjatë ngasjes në rrugë me shi të mbuluara me borë e akull. Bazuar në situatën e tanishme, ku kemi ndryshim të kushteve atmosferike dhe rreshje të shiut e të borës, Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti shoferëve të automjeteve për kujdes të shtuar, përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës mes mjeteve, si dhe ngadalësimin gjatë lëvizjes në rrugë, nga të rreshurat e shiut dhe në rrugë të mbuluara me borë, dhe me mundësi të paraqitjes së ngricave. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar rrezik nga gricat në sipërfaqet rrugore, trotuare, ura dhe zona të ekspozuara ndaj lagështisë së lartë. Fillimisht rreshjet e borës do të shfaqen në viset kodrinore dhe malore, ndërsa më pas me avancimin e ajrit të ftohtë, bora pritet të përfshijë edhe viset e ulëta, duke krijuar shtresa bore edhe në zona fushore. Në viset malore, rreshjet e borës tashmë janë të pranishme dhe në disa lokalitete po shënohen rreshje të dendura, të cilat do të vazhdojnë edhe në orët dhe ditët në vijim. Temperaturat minimale thuhet se do të shënojnë ulje të theksuar, duke zbritur në vlerat 0 gradë Celsius, veçanërisht gjatë natës dhe orëve të hershme të mëngjesit. Kjo do të krijojë kushte të favorshme për formimin e ngricave në sipërfaqet rrugore, trotuare, ura dhe zona të ekspozuara ndaj lagështisë së lartë. Ngricat të kombinuara me shtresat e borës dhe erërat e ftohta pritet të ndikojnë negativisht në sigurinë e qarkullimit rrugor. Vështirësitë më të theksuara në komunikacion thuhet se pritën në rrugët malore, aksët dytësore dhe zonat me reliev të thyer, ku mund të ketë rrëshqitje dhe ngrirje të shpejtë të sipërfaqeve rrugore.